Përshëndetje. Në Shqipëri, armët nuk janë më si dikur të varura tek muri i dhomës për nderin e shtëpisë. Sot ato janë më shpesh në një jastëk, në çantë, në brezë, në makinë. Disa e quajnë siguri personale, disa të tjerë mjet mbrojtës. Por në thelb armët janë pasqyrë e frikës e identitetit dhe e pushtetit të njeriut modern që se beson më shtetin, njerëzit as vetveten. Në psikologji, çdo objekt që njeriu mban me vete për të ndjerë forcë, nga ora luksose, makina e shtrenjtë e deri te arma, hyn në të ashtuquajturën objekt narcistik. Është një mjet për të ushqyer ndjesinë e madhështisë, për të rritur egon dhe për të ndjerë dikush. Në Shqipëri kjo ndjesi përzihet me një kompleks inferioriteti. Shumë meshkuj që mbajnë armë nuk janë thjesht të fortë, por djem që janë rritur në mjedisje ku vlera e burrit matet me frikën që shkakton, jo me respektin që fiton. Arma bëhet simbol i një maskuliteti të brisht që kërkon konfirmim për ditë. Në vend të vetbesimit kemi një zhurmë metalike në brezë që thotë unë jam dikush i mos më prek. Në fakt është e kundërta. Unë jam i pasigurt, prandaj më mirë mos më shkel. E dyta, rrënjët kulturore të armës së nderit. Shqiptari ka një marrëdhënie të gjatë me armën. Ajo ka qenë simbol mbrojtje, hakmarrje edhe krenarie. E ka pasur në mur, në brezë, në këngë, në legjenda, dhe sot pavarësisht se jemi në shekullin e 21, shumë njerëz ende flasin me nostalgji për kohën kur burri lëvizte me armë në brezë. Ky mentalitet është ende gjallë në nënvetdijen kolektive. Arma nuk shihet si objekt dhune, por si objekt identiteti, si pjesë e burrërisë. Dhe në një kulturë ku burrëria shpesh barazohet me kontrollin dhe dominim, arma bëhet në mënyrë për ta rikthyer ndjenjen e pushtetit që ndoshta mungon në realitet, në shtëpi, në punë dhe në shoqëri. Sociologjikisht është edhe një formë proteste ndaj mungesës së shtetit. Kur qytetari nuk ndihet i mbrojtur nga ligji, ai merr ligjin në duar ose në brezë. E treta është ankthi i kontrollit. Në bazë të shumicës së sjelljeve të fortëve qëndron një fjalë vetme: ankth. Jo urrejtje, jo agresivitet natyral, por frikë. Frikë nga poshtërimi, nga humbja e kontrollit, nga ndjesia e pafuqisë. Psikologjikisht, arma e ofron një ndjesi të rreme sigurie. Njësoj si dikush që mban ilaçe qetësuese edhe kur s'ka sulm paniku. Mjafton ta ketë afër që të ndihet nën kontroll. Arma luan të njëjtin rol. Ul tensionin e brendshëm, e bën njeriu të përgatitur, superior sigurisht, dhe me mendjen nuk më zë dot askush të mbefasi. Por çdo gjë që kontrollon ankthin përmes frikës, ushqen ankthin vet, sepse i jep trupit dhe trurit një mesazh të rem. Rreziku ekziston, ndaj ruaju. Dhe kështu njeriu jeton i tensionuar, në gatishmëri, në mbrojtje, me duar gati për të dorëzuar te dhuna. Në praktikë arma nuk e zbut pasigurinë, e rrit atë, sepse çdo konflikt i vogël që dikur mbaronte me fjalë, tani mbart mundësinë e një fundi fatal. Dhe kjo mendje e mban brenda stresin e mundshëm ditë pas dite. E katërta, arma dhe mekanizmi i ekuilibrit psikologjik. Në psikologji këtë e quajmë fenomen racionalizimi të mbrojtjes. Njeriu justifikon një zgjedhje emocionale, pra frikën, dhe arsyen logjike, sigurinë. Kështu dikush që ndihet i pambrojtur nga shteti thotë mbaj armë për të mbrojtur. Por në thelb ajo që mbron nuk është jeta. Është imazhi i vetes si dikush që nuk bie viktim. Në kulturën tonë fjala viktim është e ngatëruar emocionalisht. Askush s'do të duket i dobët, i pambrojtur. Kështu, arma bëhet mburojtje kundër trupit, jo vetëm kundër rrezikut. Dhe kjo shpjegon pse shumë njerëz e mbajnë dhe kur s'kan asnjë kërcënim real.
Në thelb, ata nuk po mbrojnë trupin, po mbrojnë egon. E pesta modeli shoqëror i të fortit. Shoqëria shqiptare, për fat të keq, ende ushqen modelin e të fortit. Në rrjetet sociale, në kafene, në lagje, respektohet ai që ka friksuar të tjerët, jo ai që ka ndërtuar diçka me dinjitet. Kjo e deformon mënyrën si të rinjt e shohin forcën. Shumë djemë rriten duke besuar se duhet të jenë të frikshëm, ndryshe nuk vlen. Arma për ta bëhet pasaporta për respekt. Në realitet është një pasaport për vetë shkatërim. Një moment tensioni, një fjalë e tepërt, një nxitim emocional dhe jeta merr kthes të pakthyeshme. Ky është problemi me armat. Ato s'japin kohë për reflektim, japin vetëm sekonda për reagim. E gjashta, ndjenja e pushtetit dhe trupi. Në gjuhën e trupit, njeriu që ndihet i fuqishëm ka trup të hapur, frymarrje të lirë dhe shikim të qetë. Ai që ndihet i pasigurt, rri i tendosur, me vështrim vëzhgues, me lëvizje të kontrolluara. Kur dikush mban armë, trupi hyn në gjendje vigjilence. Ai sillet si gjuetar që pret sulmin, dhe ku nuk ka askënd përballë. Për psikikën kjo është lodhje e vazhdueshme, sepse truri duhet ruaj kontroll të plot mbi gjithçka që mund ta vrasë. Dhe ky kontroll i rem, kjo ndjenjë se kam fuqinë, është dhe arsyeja pse shumë njerëz bien të varur emocionalisht nga arma. Jo ndryshe nga një varësi tjetër, ajo jep dopamin, ndjesi fuqie, dominim, e kam në dorë situatën. Në të vërtet nuk e ke. Sepse çdo ditë që mbështetesh tek arma për të ndjerë vlerë, humbet pak nga vlera e vërtet. Ajo vlera njerëzore që themi. Qetësia e brendshme, vetkontrolli dhe urtësia. E shtata pasiguria e sistemit të drejtësisë. Nuk mund të analizosh psikologjinë e armëmbajtjes pa përfshirë ambientin social. Një pjesë e arsyes pse njerëzit ndihen të detyruar të mbajnë armë është mungesa e besimit tek shteti. Në një vend ku drejtësia lëkundet, ku policia shpesh vonohet, ku akmarrja është ende realitet, njeriu krijon një sistem vetmbrojtje. Por kjo vetmbrojtje është paradoksale, sepse sa më shumë armatoset shoqëria, aq më pak e sigurt ndihet. Është një cikël paniku që ushqehet vetvetiw. Të gjithë friksohen nga të gjithë dhe askush nuk është më i qetë. E teta, zgjidhja. Forca pa armë. Në terapinë psikologjike qëllimi nuk është ti heqësh armën njeriut, por frikën që e mban lidhur me të. Njeriu bëhet realisht i fortë kur e di që mund të ruajë dinjitetin e tij pa dhunë. Kur e di që mund të përballet me konfliktin me fjalë, me mendje të kthjellët edhe me vetbesim. Në shoqërinë tonë, kjo kërkon një riedukim kulturor. Duhet të ndryshojë modeli i burrërisë nga ai që dominon në atë që kontrollon veten. Nga ai që frikson në atë që frymëzon. Forca e vërtet nuk ndodhet në grykën e armës, por në aftësinë për ta mbajtur të mbyllur. Sepse çdo herë që dikush e ndjen nevojën të mbaj armë për të ndjerë burr, në fakt është vetëm një djalë ose burr që ende s'ka mësuar si të përballojë frikën e vet. Dhe së fundit do të thosha, arma është si një pasqyrë që tregon më shumë për atë që e mban se sa për kë e drejton. Dhe në një shoqëri që ende ngatron frikën me respektin, nderin me dhunën dhe forcën me egërsinë, psikologjia e armës është thjesht simptom e një sëmundje më të thellë, pasiguria kombëtare që jeton brenda çdo individi. Miq, këto do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot që ja thërë pas here. Edhe në videon tjetër, mirë takofshi.